Përshëndetje të nderuar ndjekës të dashur, përshëndetje miq të mi, ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV. Këtë herë për të komentuar natën e mbrëmshme, për të komentuar festën në Linz të Vienës, ku Gjesti ka bërë një performancë të shkëlqyer. Ka qenë një mbrëmje fantastike ku unë dua të ndaj me ju të gjithë momentin të ngjitjes së Gjestit në skenë, atmosferën me publikun, të paktën ato të cilët e përjetuan nga afër këtë atmosferë, e tregon ambienti se sa bukur ishte. Ndoshta në video nuk është treguar e gjithë energjia, nuk është treguar i gjithë qefi që u bë, nuk është treguar i gjithë pozitiviteti, por më besoni, ka qenë një mbrëmje spektakolare, ka qenë një mbrëmje fantastike, pikërisht që nga momenti kur Gjesti është ngjitur në skenë. Duke u bazuar që në Linz të Austrisë, krahasuar me qytetet e tjera që mund të kemi për shembull Vienën, apo qoftë Münchenin të Gjermanisë, apo qoftë vende në Zvicër, si Zürich e shumë të tjera, normalisht që nuk do të ishte një numër aq i madh siç mund të ishte në SK5, sepse tani nëpër Europë janë numra pak më të vogla dhe ky klabi ishte klab pak më i ngushtë, nuk ishte si Rinora 4 apo klabe gjigande të cilat marrin nga 2-3 mijë shqiptar brenda. Ky ishte një klab i vogël, por me shumë dashuri brenda, ku Gjesti performoi për një pakicë shqiptare, le ta themi, në atë vend që jetoj, në Linz. Sonte Gjesti do të performon përsëri në Austri, do të jetë përsëri në Vjenë, por më besoni që mbrëmja kishte shumë energji të bukur. Gjesti, si Gjesti me pozitivitet, me adrenalin, me energji fantastike, është munduar më së shumti të falën spektakël dhe në fakt dua ta përgëzoj edhe për sinqeritetin artistik që e ka në skenë. Do të thoni pse? Sepse shumica, 90% të këngëtarëve këndojnë me DJ, do të thënë këndojnë playback, nuk këndojnë live. Gjesti nuk performon live, Gjesti performon me playback dhe normalisht ai dëshiron të jetë i sinqert dhe i vërtet, siç e shikoni në video, sepse unë nuk mundem t'ia lëshoj zërin shkaku nga që YouTube na bllokon, nga që janë këngët official të Gjestit. Normalisht Gjesti kishte momente që linte mikrofonin, komunikonte me publikun, kishte momente që këndonte, nga që euforia për të qenë pranë tij, do me thënë zhurma, energjia, më besoni ishte shumë e madhe. Njerëzit, ajo që mua më ka rënë në sy dhe dua ta komentoj këtë pjesën, në koncertet e Gjesti nuk shkojnë për të vallëzuar. Do me thënë nuk shkojnë për të kap vallen. Ato shkojnë për ta pa Gjestin live. Me thënë janë kureshtar të shohin Gjestin, të shohin këtë fenomenin që po çmend medjen sociale, të shohin këtë djalin që po tërbon rrjetin, të shohin këtë djalin që me gjestet e tia i ka bërë për vete dhe janë dashuruar tek ai. Le të themi realisht publiku është dashuruar tek Gjesti. Dhe këtë gjë unë e kam vërejtur në koncertin e mbrëmshëm. Energjia ishte e madhe, dashuria e publikut ishte e madhe, komunikimi që Gjesti kishte me publikun ishte superior, dhe Gjesti është një këngëtar shumë modest, nuk ka koklartësi, është shumë i thjesht, është tepër i thjesht dhe nuk e respekton fare, më besoni këtë gjën, famën që Gjesti ka arritur në publikun shqiptar. Po të ishte dikush tjetër, nuk do kishte rënë fare në tokë. Më thënë, po të ishte dikush tjetër, qofte edhe me mbrëma nuk do i kishte thënë publikut. Gjesti këtë gjën e ka shumë të bukur, do me thënë njëri i thjesht, mundohet të argëtohet, mbrëmja u miksua me këngët e Gjestit, me disa valle shqiptare, por atmosfera ishte shumë e nxehtë. Njerëz plot, vend ka pat, dhe ka pat shumë njerëz mbrëm, edhe pse ishte një klap i vogël, nuk ishte aq i madh. Le të themi një klab mesatar, nuk ishte në një klab që të merë 3.000-4.000 për shembull siç janë klabe që ne i njohim në për Europë, ku shqiptarët dhe artistët shqiptarë shkojnë performojnë, po aty shkojnë nga 4-5 artistë shqiptarë dhe normalisht ai klabi mbushet me 5.000-6.000. Po edhe këtu do kishte edhe 5.000, edhe 6.000, edhe 7.000 në qoftë se do të ishte një ambient shumë më i madh, domethënë për të pa Gjestin. Por ishte gjithçka e mirëmenduar, në Europë me patjetër nuk mund të thehen ligjet, nuk mund të pranohen më shumë se sa klabi mund të ketë kapacitet, domethënë nuk është Ballkan atje.
Ka ca rregulla që duhet respektuar. Dhe atmosfera ishte fenomenale. Gjesti fillimisht është, domethënë gjesti vazhdon akoma të mbetet i befasuar nga dashuria, nga respekti, nga kjo lumturia që publiku i ka falur gjestit, sepse që në kohën e Big Brother 2, domethënë që mori më Luizi famën botërore, nuk e besonte dot asnjë artist që do të ngjitej në skenë me këtë dashuri. Për Gjestin është e pa imagjinuar, e pa besuar. Do me thënë, një ëndër që Gjesti e ka patur në arkivin e tij kur të gjithë kanë thënë që nuk bëhet, nuk realizohet. Gjesti arriti që këtë ëndër kaq të madhe, të bukur dhe me dashurinë më të madhe ta realizoj edhe ta sjellë në skenë. Do të thënë ka qenë një super kryevepër e madhe që shqiptarët mbrëm u argëtuan. Kishte shumë goca në sallë, të gjitha kishin ardhur për Gjestin, do me thënë gocat e simpatizojnë pa fund Gjestin, e kanë shumë xhan, të gjitha e kishin vëmendjen te Gjesti, të gjitha i mbanin telefonët tek Gjesti, ëndronin që Gjesti t'ju merr telefonët të bëjë një video, të bëjë një foto me telefonin e tyre që sa më shpejt ta postojnë në rrjetin social TikTok. Do me thënë gocat ishin pothuajse ato fanset më të zjartat në radhitje të parë, ndërsa nga mbrapa vinin edhe çunat. Këngët e Gjestit janë shëndëruar në hite, do të thënë hit, unë e them megjithëse është një këngë që të gjithë shqiptarët e këndojnë një zëri, dhe pa marrë parasysh cilën këngë e këndonte Gjesti, të gjitha këngët e Gjestit këndoheshin një zëri, të gjitha këngët e Gjestit thuheshin një zëri, do të thënë shqiptarët po argëtonin dhe po festonin me këngët e Gjestit. Sonte në Vjenë jam shumë i bindur që do të ketë më shumë shqiptar, pasi që ambienti është më i madh, lufta është më e madhe për të parë Gjestin dhe kanë udhëtuar njerëz nga kudo që e kanë afër Vjenën për të shikuar Gjestin, edhe pse Gjesti do të jetë në një maraton shumë të gjatë nëpër Europë. Do me thënë ka qenë një mbrëmje spektakolare, se ka nga ato që thonë që Gjesti po dështon, ka nga ato që thonë që Gjesti nuk bën mbrëmje të bukura, më besoni, nuk është ashtu, nuk ishte ashtu. Do me thënë Gjesti ka bërë një super mbrëmje, energjia ndihet është tjetër gjë në kamerë, është tjetër gjë në live, energjia është e mrekullueshme. Do me thënë të gjithë njerëzit dëfren, kërcejnë, këndojnë, nga që Gjesti ka një orar kur del, zakonisht në skenë gjitet në ora 2 në Europë, ndërsa në Shqipëri gjitet në ora 3, dhe në ora 2, imagjinoni, kur të gjithë ndoshta janë të lodhur, kur të gjithë duan të ikin ke shtëpia mo, Gjesti e rikthen energjinë, dhe kjo nuk është dështimi, kjo nuk është dështimi, por kjo është suksesi. Gjesti po mban mbrëmje shumë interesante. Nëse ju e gjykoni që Gjesti nuk këndon, Gjesti është playback. Pak rëndësi ka, e mbajti mikrofonin te goja në momentin kur kënga shkon, sepse ai nuk gënjen, është i sinqert. Nuk bën si disa këngëtarë që e mbajnë non-stop mikrofonin te goja gjatë me ne këndojmë, në anën tjetër kënga është playback. Unë e përgëzoj Gjestin për këtë sinqeritetin që po tregon, sinqerisht ua them. E përgëzoj për këtë vërtetësinë e tij, sepse në fund të ditës Gjesti shkon për të dhuruar spektakël, nuk shkon për të gënjur publikun. Dhe Gjesti gjatë gjithë kohës këtë gjë ka bërë. Do me thënë, mbrëmja ishte me super puls. Shqiptarët ishin të befasuar. 2 herë Gjesti ka pyetur a ka pulsonte, por do me thënë, shikimi ishte krejtësisht tek ai, zëri ishte krejtësisht tek ai dhe njerëzit ishin të habitur që po shikoni një çun që në skenë kishte shumë adrenalin. Kujtoj atë truprojen që rinte te skena që kishte shoqëruar Gjestin, më besoni dhe ai befasoheshte se nga ku e merr ky çuni gjithë këtë energji, domethënë gjithë këtë adrenalin, gjithë këtë forcë, nga ku e merr gjithë këtë gjë. Domethënë Gjesti hudhej në skenë, Gjesti vallëzonte, Gjesti kërcente, Gjesti bëheshte me djerz, Gjesti dhuronte energji, një energji që te artistët shqiptar unë nuk e kam parë. Do me thënë, është i lindur skenik, është i lindur për të bërë spektakël, dhe kjo është më se e vërtet. Kjo ishte mbrëmja e Gjestit, u mundova që t'ju sjell atmosferën dhe t'ju tregoj se si është bërë kjo mbrëmje, më besoni ka qenë spektakolare. Do të ndjekim sonte Gjestin në Vjenë.